Mirë, kthehemi në studio të flasim tani për ngjarjen e rëndë që u regjistrua në Shkodër, ku një turist i huaj vrau bashkëshorten dhe pas tentoi të dëmtonte edhe veten, një tragjedi që fatmirësisht u ndal aty, personi është arrestuar nga autoritetet. Do të lidhemi në një bisedë me gazetarin Ardi Hoti për të mësuar më shumë. Ardi, shumë faleminderit që je me ne. Përshëndetje. Ndërkohë, paralelisht kemi dhe avokatin Gylsen Zhlima që do të na analizoj dhe procesin gjyqësor që lind nga këtë etudi. Faleminderit, avokat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë, po nis bisedën me Ardin. Ardi, çfarë ka ndodhur? Çfarë dihet me siguri nga autoritetet, si u zbulua krimi dhe a u parandalua në një farë forme akti i vetflijimit të personit të ndaluar? Në fakt kemi të bëjmë një ngjarje të pazakontë për qytetin e Shkodrës, siç u raportua në orët e parë të mëngjesit. Një turist, një shtetas amerikan ka vrarë bashkëshorten me mjet prearsik dhe më pas ka tentuar të vetvritet. Çifti kishte hyrë në Shqipëri me datën 26 prill në Rinas. Kishte 3-4 ditë që qëndronin në Shkodër, kishin marrë një banesë me qira në qendër të qytetit, në lagjen Gjuhadol. Është një nga zonat më të mira të qytetit, më të qeta, më të bukura, dhe prej 3 ditësh, prej rreth 2-3 ditë ishin në qytetin e Shkodrës, duke bërë dhe ato... Ishte lloj Airbnb banesa, apo banesa mirëfillt me qira? Jo, ishte rezervuar në Booking, sipas informacioneve që mora nga policia, ishte rezervuar me Booking, një banesë private, një shtëpi private, një katëshe, dhe gjithçka ka ndodhur mëngjesin e sotëm, rreth orës 9. Aty kanë qenë fëmijët që kanë dëgjuar zhurmë, ka pas disa debate fillimisht, është ndier zhurmë, kanë lajmëruar policinë dhe policia nuk ka vanuar, ka ardhur me shpejtësi në vendngjarje dhe kjo duhet të jetë shkaku arsye që mund të ketë parandaluar dhe vetvrasjen në kohë të autorit të krimit. Ndërkohë personi u gjet vetëm me të mbathura, i mbuluar nga gjaku, këto ishin ato që raportuan media. Po, është krejtësisht e vërtet, unë e kam parë vetë, sepse është një rrugë që e bëj çdo ditë, atë rrugë aty dhe qellova aty dhe e pash të gjithë këtë pjesë shoqërimi të autoritetit. Atë pjesë të shoqërimit, personi ishte në të mbathura. Realisht, pjesën e përparme të trupit e kishte pothuajse të mbuluar me gjak, pjesa dorë dhe pjesa gjoksit, dhe ashtu pastaj është shoqëruar për në spitalin rajonal të Shkodrës dhe më pas për të vazhduar dhe pjesën e procedurave. Kishte lëndime që e kishte bërë vetes, ishin të dukshme, apo ishte pamundur ta shquaje nga distanca? Faktikisht pjesa përparme e trupit, nga ajo që pa shumë në një distancë afër, faktikisht nuk isha shumë, isha në distancë diku rreth 7-8 metër, pjesa përparme e trupit ti ishte mbuluar me gjak. Ndërsa ishte krejtësisht ishte gjysmë i zhveshur dhe ashtu i prangosur, u mund nga policia dhe është dërguar me shpejtësi pasaj në spitalin rajonal të Shkodrës për t'i dhënë ndihmën e parë. Ishte një diçka, një situatë pak nga ajo që lexoj në moment, dukej si një situatë, një konflikt i qasit që ka agravuar në një krim fatal pastaj për çiftin e turizmit. Avokat Zhlima, ndërkohë çfarë ndodh nga këtë etudi? Janë të dy shtetas amerikan, por vepra penale e dyshuar shkryer në Shqipëri, do të gjykohen në Shqipëri. Si funksionon në këtë raste? Sepse ka dhe një pretendim ndoshta për ekstradim të mundshëm për shkak se krimi është realizuar ndaj një stetase po amerikane. Si funksionon? Legjislacioni shqiptar zbatohet për shqiptar ashtu edhe për të huajën brenda vendit kur ata kanë kryer një vepër penale. Rasti i ekstradimit nuk mund të ndodhë në këto kushte kur jemi në masën e sigurisë që do të jemi patjetër një masë siguri ndaj autorit të dyshuar. Ekstradimi i mundshëm në këto situata dhe në këto rrethana është i pamundur. Personi do të gjykohet në Republikën e Shqipërisë pasi marrëdhënimi i formës prerë, atëherë mund të diskutohet sipas mbrojtjes së tij gjithmonë dhe në rast se është ky autori vërtet i ngjarjes, sepse gjithmonë do të kemi parasysh prezumimin e pafajësisë për çdo ngjarje kriminale që ndodh,
pavarësisht pamjeve filmike apo ngjarjes që janë treguar në publik, gjithmonë në procesin penal, prezumimi i pafajësisë është mbi të gjitha. Okej, çfarë të bëm përshtypje si rast nga aspekti i rëndesës emocionale që përcjell? E kemi parë dhe më herët një rast të ngjashëm ku u aludua se mund të ishte bashkëshorti ose babai, po, dhe ndodhi një tjetër, domethënë kanë ardhur si rrjedhoj edhe të pranisë më të madhe të huajve, çfarë po ndodh dhe çfarë mund të bëjnë autoritetet për raste të tilla, apo është praktikisht e pamundur për ndikuar në parandalim? Sa i përket rastit ku babai dyshohet se ka vrarë të bien, këtu kemi të bëjmë me një procedurë tjetër që personi është arratisur nga Shqipëria dhe policia shqiptare kërkon ekstradimin e tij. Por unë dua të merrem me rastin që kemi 2 raste të tilla, të cilët vinë dhe vrasin njerëzit e afërm. Ky është një problem i shqetësues. Nuk e di nga ku frymëzohet dhe si frymëzohet ky rast, por ajo që mua më shqetëson faktin është që autoritetet shqiptare kanë ndonjë të dhëna të sakta kur personat vinë dhe vizitojnë Shqipërinë. A kemi mundësi të kuptojmë që këta që vinë dhe vizitojnë Shqipërinë janë të kontrollueshëm nga autoritetet shqiptare, ose thjesht për shkak të origjinës së tyre ne hapin dyert, të futuni brenda, bëni çfarë të doni edhe nuk kemi një kontroll. Tani nuk do të them që policia e shtetit do të jetë në çdo shtëpi brenda të monitorojë kush është i mirë apo i keq, por ne duhet të kuptojmë diçka, që kjo ngjarje nuk është rastësi, sepse kemi 2 ngjarje një pas njëshme. Do thotë diçka nuk po shkon mirë në kuptimin gjithmonë të rendit dhe sigurisë, sepse në rast se kemi këto vrasje brenda familjes, rasti i terrorizmit që është rast më i thekur dhe më i keq, që mundet dikush të vinë nga jashtë dhe të plasë një bombë në mes të Tiranës. Kush mban përgjegjësi për këtë rast? Jam dakord me ju që në familje nuk ndërhyjmë dot se është jeta private, por në rast se na vjen një rast i tillë, kush e mban përgjegjësinë? Pastaj do të kemi në faktin e kryer dhe pastaj do numërojmë viktimat, prandaj autoritetet për mendimin tim që mos shkojmë në ngjarjen e këtij i cili vrau gocën e vet, që nuk gjetëm të dhënat dhe i gjetëm të dhëna me shumë vonesë, tani kërkojmë ekstradimin e tij dhe në rastin konkret akoma pa u ekstraduar autori i dyshuar. Mirë, që t'i bëj dhe një pyetje Ardit para se ta lë të lirë. Ardi thej që dyshimet janë për një konflikt të çastit, a ka ndonjë lloj piste tjetër që është aluduar deri tani dhe çfarë kanë thënë autoritetet pak a shumë? Për momentin policia është duke u treguar e kujdesshme për rastin fjalë, pasi pritet edhe marrja në pyetje autorit, pasi të ketë një përmirësim të shëndetit të tij në prani të përkthyesit dhe të avokatit, por nga informacionet paraprake kemi dyshohet, gjithmonë flasim për dyshime, që personi mund të ketë qenë indikuar në efektin e lëndëve alkolike. Por nuk e di tani gjithsesi mbetet për t'u parë dhe për t'u hetuar te kjo pjesë, por jo për të kundërshtuar avokatin, vetëm doja thoja që do janë raste shumë të vështira për t'u evidentuar, për t'u parandaluar krimet në familje, krimet në çift janë të atilla që vetëm kur ndodhin, që kështu do të ishte e pamundur që ne të kujdeseshim edhe që në pjesën e aeroportit se kush po na futet dhe kush po hyn në të tilla raste. Dhe kjo është pak e vështirë për çdo lloj policie, do mendoja unë. Prandaj këto janë raste që kërkojnë do thoja unë gjithmonë një tjetër këndvështrim, sepse është edhe sezon turistik dhe për më tepër vendi ka nevojë që të promovoj turizmin në këtë aspekt do e kisha. Okej, mirë Ardi, faleminderit. Vetëm të shtoj vetëm diçka, e thash si referencë rastin e familjes dhe citova që nuk është kjo policia në jetën private, por as atyre të cilët futen në kufi të shikoj a dikush do futet të vrasë bashkëshortën. Por e thash në aspektin e akteve terroriste. Kur ne shikojmë. Pra, bërë ndo këto ngjarje, janë fakt konkret. Tani kujdesni dhe kush futet këtu brenda të na bëjnë një akt terroriste dhe pastaj themi kemi viktima, po nuk kapëm terroristët. Ajo pjesë se për këta akteve terroristeve, kërkon vëmendje. Dakor. Ardi, shumë faleminderit për kontributin, kënaqësi të bisedojmë. Ndërkohë, avokat, elaborojmë dhe pak atë pjesën që ju përmendët që mund të ketë larg qoftë edhe sulme
terroriste, por ajo që u vure tek, po themi, rasti I parë ku babai vrau vajzën ishte ndoshta veprimi me një lloj ngathtësie në ndarjen e informacioneve dhe I kishte ndruar 3 shtete, në mos gaboj, apo jo? Pas krimit. Vetëse që kishte ndruar shtetet, por autoritetet tona nuk marrin një formular deklarues të personit cili futet në vendin ton që të bëj personi një deklarat që në rast se ndodh diçka, personi të deklarojë në pikat e kontaktit dhe përveç kësaj, ne përderisa kemi një mundësi nëpërmjet internetit, kush viziton Shqipërinë është detyruar me dokumenta zyrtare të deklarojë vendin ku do të vi të vizitojë dhe të japi të dhëna shtesë për familjarët e tij në gjithësi sipas dokumentacionit të legjislacionit të vendit. Do jetë e kontrollueshme në rast se do të kemi ngjarje si kjo që ndodhi me babain që besoj që ka vrarë të bien. Ndërkohë, avokat, unë të kaloj në një tjetër temë po të ditës, do të flisim për një ekstradim nga Dubai dhe për shumë kohë Emiratet Bashkuara Arabe ishin parë si një parajs, po themi, për kriminalitetin. Këto raste tregojnë që askush nuk është I sigurt më edhe në Dubai apo qoftë dhe në pjesë të tjera të Emirateve? Kam kënaqësinë të flas te ty sepse në gusht të 2024 kur më ke ftuar në studion tënde kam thënë pikërisht që ekstradimet duhet të kenë një kuptim tjetër përpara se të shkojmë te fakti penal, janë politike fillimisht dhe pastaj ato janë penale. Por janë ekstradime apo deportime? Si ti kuptojmë sepse rëndësi ka që personi do të vinë në Shqipëri dhe do të nënshtrohet legjislacionit shqiptar. Por vendimarrja që të realizohet lëvizje e personit nga një vend është pikërisht politike, që do të thotë dy institucionet shtetërore që duhet të jetë patjetër Ministria e Jashtme dhe të dy vendeve, po ashtu Ministria e Drejtësisë të dy vendeve, kanë rënë në dakordsi politike që të kryhet ekstradimi. Tani, a quhet deportim apo quhet diçka tjetër s'ka rëndësi. Të intereson rezultati më shumë. Rezultati, dhe rezultati është politik dhe jo juridik, në kuptimin e parë. Në kuptimin e dytë, duhet të kuptojë çdo shtetas shqiptar, pavarësisht çfarë veprimtarie kriminale apo çfarë shkelje ligjore kryen, në rast se shkon në një vend të huaj, duhet të kuptojë që pavarësisht çfarë thënë kovendat janë në varësi të shtetit I cili I zbato, dhe në rast se shteti nuk ka dhe nuk don të zbatojë kovendat, normalisht shteti ka sovranitet dhe pavarësisht kovendave mund të bëhet ekstradimi I çdo personi në vendin kërkues. Që do të thotë ky azili ose kjo më mirë mënyra se si dikush do të fshehet në një vend dhe nuk do të ekstradohet ka mbaruar. Por pikë së pari çdo gjë nis nga pikpamja politike që në fund fare qeveria shqiptare po dhe qeveria respektive ka plotësuar atë që duhet interesin e saj që persona të ekstradohen. Tani, a është ekstradim I parë? Pra, meriton një lloj vlerësimi Ministria e Drejtësisë në këtë rast, sepse ajo meriton një lloj vlerësimi në këtë aspekt, pra që ka arritur të sjellë para përgjegjësisë një person të caktuar, kushdo qoftë ai? Nuk e di a ka të bëjë me vlerësim, këtë do ta shikoj personi që ekstradohet. Jo, them në konceptin bazë, në rast se arrin të sjellim në Shqipëri një person të ekstraduar dhe siç e quan ti një proces që ka brenda dhe aspektin politik, mund të themi që është negociuar mirë dhe nga Ministria e Drejtësisë apo nuk ka lidhje? E kuptoj pyetjen tuaj, po unë duhet të them këtë gjë, që personi I cili ekstradohet duhet kuptojë vetë kush ka vlerësimin maksimal të kësaj pune me sukses. Por në mendimin tim, mesazhi është ky, që bëni çfarë të doni në Shqipëri, merrni viza sa të doni, dilni jashtë shtetit, kur ekziston në të ardhmen një qeveri që don të kërkojë ekstradimin e një person që ka shkelur ligjin, në çdo moment kur qeverit bien dakord me njëra tjetër, personi ekstradohet. Pra nuk ka vlerësim këtu. Që do të thotë, jam unë prokuror, arrestoj pafund njerëz, marr azil jashtë shtetit, iki. Normalisht një ditë vjen një qeveri tjetër pas shumë vitesh
Edhe çfarë bën ajo qeveri? Më ekstradon që të vinë në Shqipëri të përballet me legjislacion shqiptar. Nuk ka çështje vlerësimi këtu në mes. Okej, dakord. Avokat, ndërkohë, kthehemi pak tek një çështje politike, por dhe juridike, kontrata e lobimit të PD-s në Shtetet Bashkuara është kthyer, po themi, në një mollë sherri në aspektin juridik, por gjithashtu edhe në përplasjet e ashpra mes faktorëve të politikës. Çfarë ka bërë përshtypje nga ajo kontratë? A vëren ndonjë problematik deri në momentin që flasim? Është një kontratë e depozituar, po themi, konform regjistrimit tek FARA, që nënkupton Foreign Agents Registration Act, por flitet për një shumë të konsiderueshme dhe nuk dihet, po themi, qartësisht se nga burojnë parat. Opinioni juaj cili është? Përsa i përket opinionit juridik, duhet keni parasysh që kontrata që të formalizohet dhe të shikojmë në rast se ka të bëjë me shkelje të brendshme në legjislacionin shqiptar, duhet të depozitohet brenda fateve kohore dhe ligjore pranë KQZ-s, gjithashtu dhe në bilancin përfundimtar të 2026 në raport të 2025 përsëri nga partia politike që ka bërë një kontratë të tillë, të shikohet roli i saj, ka qenë person drejt për së drejti që ka dhënë para, ose ka qenë një person i cili ka marrë diçka në këmbim dhurimi apo diçka tjetër. Kjo gjë mbetet për tu parë sepse nuk kemi akoma shkelur afatet. Pasi të mbarojnë afatet, atëherë lindte drejta dikujt të kontestojë dhe të thotë pse ky akt shërbimi cenon legjislacionin e brendshëm. Duhet kemi parasysh diçka. Legjislacioni amerikan nuk mund të interpretojë legjislacionin shqiptar, që do thotë legjislacioni tregtar amerikan është ndryshe nga i shqiptar, gjithashtu do të thotë që dhe kontrata civile që është e hartuar midis palëve ka fuqi në legjislacionin, pra në vendin ku hartohet, pra në Amerikë dhe jo në Shqipëri. Që do të thotë kemi të bëjmë me pengesa ligjore të interpretimit. Në rast se kemi të bëjmë me shkelje, unë nuk shikoj shkelje në këto kushte, sepse nuk kemi kaluar afatet brenda legjislacionit shqiptar. Në rast se do të kalojnë afatet dhe kjo kontratë nuk do të shfaqet, në rast se personi i cili e deklaron këtë kontratë, e lexojmë dhe shfaqen pengesa apo shkelje, shkeljet nuk ka mundësi të jenë penale, por mund të jenë administrative. Këtu keni parë rasti që një kryetar partie, në një partie të vogël, e re, thotë që s'ka problem që bëj shkelje, po unë bëj fushat. Dhe ta marrë penalitetin. Por ai një penalitet që do marrë do jetë penalitet administrativ dhe jo penal. Gjithashtu edhe për subjektin Partia Demokratike, në rast se duket që do të ketë shkelje dhe në rast se ka shkelje, do të ketë vetëm shkelje administrative. Por ajo që është më e çuditshme nuk është e milionat. E çuditshme është si ka mundësi në një fushat të tillë të bëhet lojë vetëm për 6 milion euro, që do të thotë vetëm për subjektin Partinë Demokratike dhe në asnjë rrethan mos është thënë diçka për Partinë Socialiste. Në këto kushte që jemi, kemi një diskreditim ose më mirë një diskriminim ndaj subjektit garues Partia Demokratike në krahasim me Partinë Socialiste. Duke mos fut në çështje të brendshme se nuk më pëlqen, dua të them një rast tjetër. Pse nuk merrem paralelisht edhe me Megonigal, i cili ai u pagunte në interesat të caktuara kundër pjesës së opozitës së asaj kohe, po edhe tanishme të partisë të shtetit shqiptar. Mendon se është një çështje e mbyllur? Mendon se është e mbyllur si çështje, sepse ka patur deklarata nga Dumani që është marrë në hetim, po nuk e di më pas statusin e dosjes. Për cilën nga dosja... Për hetimin me Gonigal. Jo, nuk është mbyllur, do të kemi parasysh diçka. Korrupsioni pasiv, neni 260 dhe neni 66 i kodit penal, parashikon shumë qartë kur shuhet parashkrimi i veprës penale. Të jetë zoti Dumani, të jetë Spaku, të jetë të tjerë, normalisht duhet keni parasysh që në rast se ekziston një procedim penal, ka një sekret në procedimin penal, fraksioni, edhe pastaj vinë ato të tjerat. Ashtu ndodh për të gjithë ata të cilët mendojnë që ende drejtësia është e pavarur dhe e paanshme, atëherë kur nuk preken ata.
por kur drejtësia është në të vërtetë e pavarur dhe pa anshme, por është ai treti i cili jep vendimarrje, duhet të jetë gjithmonë në raport me kushtetutën e vendit dhe në asnjëherë në raport me kushtetutën e 1976-ën, ashtu siç është sot. Avokat, lidhur edhe me, po themi, hetimin, a duhet trajtohet si një shpenzim fushate apo si një shpenzim partije, sepse ka qenë kjo gjithashtu një element debati. Avokatët kanë problem në rastin në financave se mund të bëjnë gabime. Okay. Prandaj ligjvënësi e ka normuar që edhe vetë gjykata fton ekspert. Unë jam i fushës financave, por duhet të them që në rast se kalojnë afatet, normalisht do të shikohet dhe në rast se është e drejtë është futur në këtë rubrikë kur është bërë deklarimi apo jo, duhet ishte deklaruar në këtë formë apo jo. Aty gjithmonë ligjvënësi vendos ekspertin e posaçëm që të ketë një uri të posaçme për të dhënë një përgjigje të posaçme dhe të japë përgjigje për të gjithë ata të cilët kanë pretendime të pabazuara kur nuk ja është referuar ekspert të posaçëm. Avokat, në pyetje të fundit, në konceptin politik e dëmton apo e favorizon një kontratë e tillë Partinë Demokratike kur jemi para zgjedhjeve të 11 majit? Kur jemi para zgjedhjeve, mua duhet të bindin qytetarët që të votojnë, kontrata nuk është asgjë, por te kjo kontrata ka një sekret që mua do më çuditste në rast se do të isha kundërshtar politik dhe ndërgarues në këto zgjedhje me zotin Berisha dhe zotin Rama. 24 muaj kjo kontratë. Kjo është më e çuditshmja nga të gjitha këto. Pse 24 muaj një kontratë dhe jo 6 muaj ose 3 muaj? Çfarë sekreti ka ky afat kohor që është kaq shumë i gjatë? Ndoshta për të sobzuar një transakcion relativisht të madh apo jo? Zëvendës presidenti amerikan tha sherifi është në vendin tuaj, ka ardhur, ka shkelur. Unë mendoj se administrata Trump nuk është ajo burokratike e Bidenit, që ishte dikur dashin në mënyrë burokratike, por është linja Trump. Dhe linja Trump, për shkak se zoti Trump është biznesmen, normalisht vepron ashtu siç duhet, jo me institucione të sipas renditjes kushtetuese, por sipas urdhrit dhe këshillit që ai jep për personat të deleguar. Më lejo të citoj një rast konkret që kemi këtu ngjitur me ne me Kosovën. Para zgjedhjeve grenët dolin një deklaratë se di ende nëse në Kosovë është formuar jo parlamenti, po qeveria ose anasjelltas akoma. Që do të thotë qeveria e re amerikane ose administrata e re Trump është ndryshe nga ajo e Bidenit. Që do të thotë, mua kjo më çuditi, 24 muaj, që do të thotë nuk mendoj se do të ketë ndikim drejt për drejt në këto zgjedhje, por mendoj se brenda 24 muajve do të kemi një ndikim patjetër në kushtet që jemi sot. E qartë. Avokat, shumë faleminderit për Ju falenderoj për ftesën. Miq, do të shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.